نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi më të mirin pejgamber, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatë, të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas, të shfletojmë nga libri i Allahut, nga suneti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke i shoqëruar me komente dhe shpjegime të dietarëve dhe imamëve të muslimanëve. Ne kemi filluar një cikël ligjëratash duke folur mbi hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe sa i ka përmbledhur Imam Buhariu rahimahullahu taala, dhe atje jemi çdo xumë me ato hadithe. Sot do ndalemi duke u shkëputur nga ky varg për të folur për një dukuri tjetër, për një të keqe e cila është e njohur për neve si e keqe. Her pas here edhe kemi fol, mirë po nevoja edhe kërkesa që bëhet nga vetë natyra e kësaj të keqe është shumë e madhe. Andaj do të ndalemi sot me lenin Allahu subhanahu wa taala me disa prej fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të fjalëve të dietarëve, të shohim se sa është e keqe dhe sa po e rëndon shoqërinë kjo vepër. Cila është kjo vepër, të nderuar xhamat? Kjo e keqe është amoraliteti, është zinaja, është shkuarja e njeriut me dikë të cilën nuk e ka mahrem, nuk e ka të lejuar, me dikën e cila ka mundësi mi a shkatrua dunia dhe ahiret. Zinaja, e keqja e amoralitetit, e keqja e të fjeturit, e një burri të huaj me një grua të huaj, e cila përmerr për masa shumë të mëdha, dhe pasojat e këtyre veprave të liga i përjeton shoqëria, prej aborteve dhe prishjeve të familjeve dhe vrasjeve, këtë këto vinë nga zinaja, runa Zot. Andaj do të flasim sot me lenin Allahu te bareke ve teala për këtë dukuri, e ndoshta do të flasim edhe disa prej xhumave me radhë me izin e Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, zinaja është njëra ndër mëkatet të mëdha. Zinaja është njëra ndër mëkatet të mëdha, apo tek disa dietar më e madhja pas shirkut. Më e madhja pas shirkut. Për këtë arsye, muslimani duhet ta mëson fenë në tërësi, duhet ta merr fenë në tërësi, ta pranon fenë në tërësi. Çka i bie në tërësi, të nderuar xhamat? Në tërësi i bie që kur të bëhesh musliman, kur të deklarosh ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammedar rasulullah, të ish me komplet kërkesat e fesë, duke pranuar gjithçka që vjen nga Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njëra ndër gjërat më të fuqishme me të cilën ka ardhur Islami është edhe mbajtja e familjes, ruajtja e familjes, mos përzierja e ujrave, mos përzierja e gjërave të liga në familje. Andaj do të shohim se si dietarët e muslimanëve kanë folur mbi këtë çështje. E para, të nderuar xhamalin, një gjë që duhet ta qartësojmë qysh në fillim, sepse njeriu është i krijuar nga me përbajtje epshi. Njeriu në veten e vet ka epsh. Njeriu në veten e vet ka lakmit pa ngopur. Njeriu në veten e vet ka dëshira për gjinin e kundërt, për gjinin e kundërt. Pra mashkulli drejt femrës dhe femra drejt mashkullit. Dhe kjo është natyrshmëri, fitra, të cilën ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga kjo natyrshmëri ne kemi ardhur në dunja si sebeb. Allahu na ka krijuar nëpërmjet epsheve të vendosura tek njerëzit. Mirë po, kur këto epshe manifestohen apo bëhen jo në mënyrë të lidhshme, pa kurorën e Zotit, pa lejen e Zotit, pa niçajin e Islamit, atëra këto masin bëhen gjëra të këqija. Mu për këtë arsye duhet ta sqarojmë një gjë, se pse ka vendosur Allahu subhanahu wa taala tek njeriu epshin. Pse ka vendosur Allahu subhanahu wa taala tek njeriu epshin? Thotë Abu Hamid
al-Ghazali rahimahullahu ta'ala thot: Zoti i Madh te bareke ve teala e ka vendosur me pushtet fuqishëm epshin tek njeriu për dy gjëra. Por nëse thot dikush, e pse unë kam lakmi për gra? E nëse thot gruaja, po dhona anojnë nga burrat, anojnë natyrshëm, atë xhevabi cili jo. Njeri është i ngarkuar me epsh dhe me qejf dhe me dëshirë dhe me tërheqje drejt palës tjetër për dy arsye. Për dy urtësi të Zotit te bareke ve teala. E para prej tyre cila të ndëruar xhamat. E para prej tyre është se Allahu subhanahu wa taala dëshiron që nëpërmjet kapjes të disa prej kënaqësive të kësaj bote na e mundson ta dimë çka është kënaqësia e ahiretit. Andaj Allahu subhanahu wa taala na i ka dhënë syt për çfarë? Që të shohim se kur të thuhet ty në ahiret ka kështu prit mirave, ti nëse i verbor ka mundsi nuk e kupton. Pse ta ka dhënë veshin? Që ti dëgjosh zonat e mirë, ta dëgjosh Kur'anin, e kështu me radhë. Ti dëgjosh zërat që i ki halal, që nëpërmjet tyre kënaqësive, të përjetimeve, të zërave, ta kuptosh kur thuhet se në xhenet ka zëra të mirë. Se ka kriju Allahu xhal lumej në këtë dunja, që kur thuhet të gjirimin tahti al-anhar, rrjedhin lumej në xhenet, ti e di që rrjedh lumi. E din. Mu për këtë arsye, shumica e të mirave dhe epsheve që i kemi ne brenda vetës janë për këtë arsye. Andaj këtu ku jemi te epshi i njeriu karçi gjinisë kundër. Çështja e parë cila është se e përjeton njeriu në halal nga kënaqësitë epsharake kur ti lexon premtimet e Zotit për në ahiret, i kap ato, i percepton ato. Andaj për shembull, kur i thuhet një burri të martuar se në ahiret ka gra, në xhenet ka gra, ai e percepton ata. Për shembull, fëmijës i cili nuk ka në moshën e pubertetit dhe s'ka përjetu gjëra nga përjetimet e kësaj bote, të kënaqësive të kësaj bote, prej grave kështu me radhë. A ka gjuhë, a ka shkrim, a ka libër, a ka orator, a ka gojator që mund t'ja shpjegon në hakikat si i bie kënaqësia? Nuk mundet m'ja shpjegue. Merek legët pjesë, a ka kënaqësi të ushqimeve që e shpjegon goja fol, ka shumë e mirë kështu me radhë. Por ai i cili se ka shijuat atë kënaqësi të atij ushqimi, a ka doni roman i cili nëse i thuhet lexoje çket roman 500 faqe apo 1000 faqe, ki me e pas ndjesinë e atij i cili ka hangër moll? Jo, ai mi lexu këtë 1000 faqe, edhe 2000 të tjera, edhe 5000 të tjera, edhe pafundësisht të tjera, a kemë thonë prapë se di çka ka molla, derisa ta ha. Andaj Zoti i Madh subhanahu wa taala na i ka mundsuar këto gjëra në halal me kuror për çfarë arsye? Dhe thotë Muhammed al-Ghazali, dhe i ka bërë të limituara, nga se qëllimi nuk o ndonjë kjo. Për ndryshe do të ishin nga kënaqësitë më të fuqishme të trupit njeriu. Ka të gati njeriu s'përjeton kënaqësi më të madhe se sa marrëdhënia në mes burrit dhe grujës. Mirë po, e ka shkurtu, thot Muhammed al-Ghazali rahimahullah, e ka shkurtu në nivelet më të ulta. Por çka do mi kallëzu Allahu xhene xhelalu? Pse e ka shkurtuar? Që me thonë ti nuk ke arë për këtë, në dunja s'ke arë për këtë mund. Kjo është veç për me vazhdu loj, do të shohim. E para cila, a e kuptove kënaqësinë? Po, punat është për ahiret. Punat është për ahiret për ta nxanë këtë kënaqësi me nivele jo kësaj bote. Andaj shiko, Allahu subhanahu wa taala e ka ndërtu xhenetin, e ka kriju xhenetin, ka vendos melek të cilët e ndërtojnë atë xhenet. Por çfarë arsye? Që ti ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Në dunja shpijen ti e ndreq, në ahiret të ndreqin hazër. A menon që këtë është ajo? A menon që këtë është ajo? Pse të ndreq hazër? Se ti e angazhu me detirat e Zotit, ti e të adhuru Allahu subhanahu wa taala. Andaj, gjëja e parë, për të sinë Allahu subhanahu wa taala ka krijuar lezetin, është që të krijohet ndjesia, perceptimi, shqisa e xhenetit tek insani. E njëjta është me dhimbjet. Pse e ka kriju Zoti shqisën të cilën ti kur e vendos dorën të zjarrit e ngren dorën? Për çka? Që ta kuptosh kur thuhet fatakun nar, tut ju zarmit, ti thua tamam e di çka është zarmi. Mos me pas përjetu ti zarmin, edhe dhimbjen, edhe vujtjen, edhe temperaturën, edhe ethat,
kur thuhet tyje ruju, ç'a më rujt. Andaj ti e se fëmia nuk e përjeton këta. Jo rastisht fëmia ditën e gjykimit i ka dy llogari. Ose e fut Allahu subhanahu wa taala me një në xhenet, ose e teston, varësisht ka do me bëj Allahu subhanahu wa taala. Pse ja ka largu Allahu gjërat të çmendurit llogarin? I çmenti, s'ka llogari. Pse s'ka llogari? Pa i tha do Zot, unë se kam ditë. Ti kur ke thënë tu zarmit, unë se kam ditë çka zonë, kom ti dorën zarm. Kur ke thënë ka du të mu falë se ka kështu knaci, unë se kam ditë, se kam përjetu. Andaj përjetimet e knacive të kësaj bote janë të limituara, por i ka leju Zoti me i shijue. Arsia e parë cila që ta kuptosh dhe ta perceptosh me shqis në lëkur, kur të thuhet ka xhenet, ka këta dhe këta dhe këta, ta përjetosh ata. E dyta, e kjo është shumë rëndësi. E dyta është baqa'un nasli wa dawamul wujudi. Allahu xhelala ka lejuar që burri dhe gruaja të martohen dhe pas kësaj martese të bëhet akti intim. Dhe në këtë akt intim ka lejuar Allahu xhelala prej kënaqësive të limituara. Për çfarë arsye? Që të vazhdojë lloji njerëzor. A kupton? Që të vazhdojë lloji njerëzor. Jo rastisht në zina s'ka vazhdim të llojit njerëzor. Dhe shumë interesant që i thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala se edhe të pafet, shumë interesant. Edhe ata qafirat, edhe ata të pamoralshmit, edhe kriminalat, edhe ata që të bajnë natë ditë zina, thot fëmijë s'dupi kësaj. Pse? Sepse Zoti i Madh Xhelle Xhelalu ka vendosur në natyrën e pastër të njeriu, në ndërgjegjen e thellë atje. Sado që është e psharak, sado që t'jetë zinaçar, unë azot dhe amorrel, thot piksoj fëmijës du. Pse? Sepse vetë kjo është pa hakt kurore. Kjo është pa hakt kurore. Aje di se me automatizëm ajo është një kopil, e nuk o një evlat. Andaj, kush do kopil? Kush do kopil? Asnjani s'do. A kur e ka me kuror, thot kjo është evladi jem. Kjo është evladi jem. Me automatizëm kurora i jep legitimitet evladit dhe i jep amoralitet dhe i jep padëshirë atij cili vjen biologjikisht prej zinajes. Andaj baqa'un nasli, vazhdimi i llojit. Çka është vazhdimi i llojit? Duhet ta vazhdojmë llojin njerëzor. Duhet ta vazhdosh llojin njerëzor. Pejgamberët e Zotit alayhimus salatu wassalam kishin dëshirë të vazhdon llojin njerëzor. Rabbi la tadharni farda. Tha Zakaria alayhi salatu wassalam, o Zot, tha, mos u mlevet, që më dhëni evlat, të vazhdoje këtë udhë. Ka dorë Zoti i Madh se bare kjo vëtat në mëson nëpërmjet këtyre rrëfime kuranore. Çka të na mëson? Se edhe pejgamberët janë lutë Zotit, o Zot, që më një evlat? Evlat. Andaj baqa'un nasl, vazhdimi i llojit dhe vazhdimi i vujudit. Zoti do që edhe ti kur të vdesësh, dikush qatë në tokën tane me vazhdu. Kjo xhami që 500 vjet brez pas brezi falën. Ata kanë vdek, na kemi vazhdu. Na vdesim, vazhdojnë të tjerët. Si vazhdojnë të tjerët mos më martu njerëzit. E du të më martu dikush me bruni e vlad dunja, e me ardh edhe me vazhdu lojnë, me vazhdu punën, me vazhdu adhurimin. Ata këtu janë dy qëllime të ndëruar xhamat. Martohet njeriu dhe i lejon Zoti i Madh Xhelle Xhelaluhu shijimin e epshit të marrëdhënieve burrë dhe gruaje për këtë dy arsye. E para, çfarë tham? Që të kallëzojë Zoti këtyre, a e pave që shoh me hangër, me pi. A i pave këto gjëra prej kënaqësive të kësaj bote, po. Tash krahaso pafundësisht. Edhe tani vjen roli i trunit. Roli i trunit. Njerëzit kur mbledhen me hangër, hajën më të mirë mbollë që ka kanë përgatit. Me neje, me dosta, me meq, me familjar. A je di se njëherë hajmë, pasaj ngarkomi, e pasaj du të më shkarkue, e pasaj shkarkimi du të me mbledh ata dikush, e tjere, pi pasojave. Mirë po trunit që ka të thot? Trunit është çfarë roli ka? Truri e ka rolin me mbledh atë informatën që ka të dha shqisa dhe me e komentuet tash. Tash trunit që ka thot? Që ka thu me hangër tanë ditën mos më ngarku hiq, i shkon shumë mirë valla. Veç me hangër, me shiju e lezetin e ushimit, lezetin e pijes, edhe mos me pas nevoj me shku e hiq në banjo. Ki shkon punë e mirë, apo? E Allahu Gjellera ka premtu këta në xhenet. Me hangër dhe me pi, dhe mos me pas nevoj me shku në banjo. Me dal djersa nga
nga të ngrënërit e madh dhe ajo djers me kon parfem. Kështu e kanë komentuar dietarët e muslimanëve nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Del djersa e besimtarit kalon parfem. Dhe kjo është shumë e mirë apo? Çta ndonjë s'ka. Truni a lexon? A mundet me paramendu po e paramendon. Ka kriju mundësinë e paramendimit, thotë qyre, unë me hangër lezetin ja pash. Ama kjo që po du të me shku në banjo, Zoti ju nderoj pak e ngarkume. Ama ti e ki pranu si të qenë, s'u ndal piksojna unë. S'u ndal, që ashtu duhet, kjo s'ka zgjidhje tjetër. Ama truni çka thot? I shkon mirë valla. E Allahu për sa ta ka kriju epshin. A e shijove po? Para menon me ta dhon pa kur far shqetësimi dhe ngarkese dhe lodhje pasoja. A i shkon e mirë po? A e shijove po? Puna për ahiret. Ja kjo është qëllimi. Allahu që e ka mundësu burit me e shiju grujen e vetë halal dhe gruja me shiju burin e vetë halal për shkar. Mi thonë, a e pave po? A i dikit ato pasojat që ngarkohen pas kësajna po? Në ahiret janë. Nuk janë ato. E tani Zotë për shka na e ka kriju e? Për shka? Andë të ndërru gjëmat. Shumë njërës tojnë, o gjoa, nuk ka marrë mi fola, marrë mi batë të ndërru gjëmat li. Nuk ka marrë mi folë. Nuk ka marrë me folë për shpjegimin e gjërave të cilat na krejt i dim ato. Marrën haram. Një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam ju tha sahabeve, ai i cili fle me grujen e vet i shkruhet sevap te Zoti. Sahabët thanë ja Rasulullah, si mundet njëri me flet me grujen e vet? Te Zoti më shkruajt sevap. Më shkruajt sevap. Shpërblim te Zoti i madh te bareke ve teala. Tha po, me shkun ngryje të huj, shka i shkruhet? Tha gjuna, po këtu i shkruhet se vap. A halal kjo? A haram ajo? U kri, shiko sa e qartë është feja. Me pas shkun zina, që i ke haram? Po me grënë, ta në ki halal, e ki shpërblim. Andaj, të ndëruar gjëmat, besimtari du t'i mëson këtë gjëra, dhe t'u mëson e vladve kur t'i ven koha. Se Zoti i mas në ka kriju për epshe, por në ka krijuar në mrena neve epshe, dhe ka dalim. S'na ka kriju për epshe, ka kriju të na epsh. S'na ka kriju e për me hangër dhe me pi, po ne ka kriju dëshirë për me hangër dhe me pi. Këto janë dallime. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyyi rahimahullah, ka dallim murahatu namaz edhe murahatu pi namaz. Da ka dallim. Ka njeri si të morë tekbir, Allahu Ekber, që ati rahatohet, si të dalesh që të cohet. Dhe ka njeri thot, ta fali, të rahatona. Kjo rahatohet pi namazit. Ka dikush rahatohet namaz. Ka do njerëzit që ka thojnë, të falmi, edhe masit inat me hangër, të hajmë rahat. Ka njerëzit ndryshë, thot, haq aty edhe falu shtash. Haje, heke gajlën e hajës, të falmi. Kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hante, sa me e gajlën. Shtash ka mu falë. Të s'të mundesh me bati këta, se ti nuk i në atë nivel. Sa e ka kuptu se epshe o kriju të une vetëm një loj, nëzici për mbarvajtjen e lojit, mbarvajtjen e kuvetit, jo për me kanë aj qëllim synim. Andaj të ndëruar gjema, gjeja e parë që duhet ta përdorim, ta kuptojnë cëla. Se Allahu i ka vendos epshe të tona për ti përdor për halal, dhe për ti vazhduar qëfar, lojet njërzore, për të pru e vlad, për të pru e vlad në dunja që të vazhdoj e loje. Tani, qka nëse kjo keq përdorët? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet e fundit të surës Al-Baqara, duke në mësuar se sfar duhet të lutemi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, o Zoti jon, mos na engarko atë shka s'kena takat me e bajt. S'kena takat me e bajt. Qka do më thonë atë qka s'kena takat me e bajt, është komentu me komentet të ndryshme. Njëra prej komenteve cila është, ka dhënë disa prej djetarëve, sikur që ka arë nga Mekhuli dhe nga Mujahidi rahimahumallahu ta'ala. Qëfar kanë thanë? Kanë thanë ma'nahu el-ghulme, o Allah mos në sprovo me epsh. Qiko? O Zot, mos më ngarko me atë qka së në baj. Runa Zot, një njerit me ju fiksue pangopsia e epshit, s'ka njeri matë ngarkum se aje. Dhe nga ana tjetër, s'ka njeri maj neveritëshim për tjerë se njerëzit. Të ndëruar gjëmat, a mund në paramenu një njeri ti, sa të njëse muhabet, veç me të bo muhabetin e epshit. Që i thuti, a i normal për ti? A i taman? Si mund është me bo çdo mezlis këtë muhabet? A mund në paramenu çdo njeri për shumë, qka e ullet mezlis me thonë, ku janë gratë? Ne udhu billahi l'adhim. A ka plot njerëzit që ashtu? Mirë po nga tradita,
nga rrethi kur jetohet me musliman apo me tradit, çfarë do të qoftë nëse janë musliman, ka shumë shoqëri që janë muslimane, po i kanë disa tradita. Çfarë ban? I ban shtypje kjo. Andaj do ta kuptojmë më vonë të ligjërata të tjera. Pse thrasin në shoqëri të lirë? Kryen neve na i qajnë në për emisione. Shoqëria e lirë, nësë jemi shoqëria e lirë, në ala jena me tabuja. Çfarë tabuja? Gruja në vendin e vetë, burin në vendin e vetë. Tabuja kjo thot, unë du të shoh, bema këtu. Ta përdore aj, zinaqarët në emisione, amoralet në emisione, thrasin shoqërit lirë. Do shta e shkruin libra për shoqërit lirë. Të ndërun gjemat, a e dini shkurt, pa gjuhën e akademikave për me fol, a e di shka do më thonë shoqëri e lirë? Të muja i mi përdor këtë gratë qytetit, që kjo? Edhe a i ka siklet sash. Këto fetar, thot, këto fetar, problem këto fetar, s'lajnë këto gruje në gjemë, shejnë. Pra, që ka po do ti? Qaj du dash? Duhet gruja thot medal, duhet gruja medal, mu shbuluhe. Pse ajo mi mshef të mirat e veta? Mirë këto të mira, për çka? Shumë interesant insani. Amorali, ishthururi, thrat në shoqëri të lirë, thrat që gratë të zhvishën, t'i nxjerrin të mirat e veta pa, për t'i pa syri i keq. A i njëti e ka shtije atë kartelën, edhe pse kartela vetë s'ka pare, apo i ka pare në bankë, ama edhe kartelën e ka shtije në koletën e vetë, në gjepin e vetë. Me ba mi thonë, a ban vesh pak ta shti dorën që të thotë, kur u banën parët e tua më të shtrejta se gratë e huja? Kur u banën dinarët e tua? Kur u ban kartela jote? Altant e tua më të shtrejta se një gruje? Kur u ban vajza e dikujna? Qika e dikujna? Motra e dikujna? Kur u ban për tyje? Me thirë në shoqërit lirë dhe të hapur, të shona kretna që ka kriju Zoti i Madh, ta shona na që ka kriju Zoti i Madh. Apo ka 3-4 zate emisione pa lidhje, pse gruja më mblu kur të mundet më shplue, na me e pa ketë. Nxerr një parë të shoh na ketë. I njëti sharlatan e pyesin, çka e ki rrogën thot private kjo? Ha? Sa e ki rrogën thot, sa fiton ti? Thot kjo është private, s'ka nevojë. Parët janë private, gruaja është publike, parët private. Ja kjo është shoqëria e lirë që kërkojnë ata. Zoti mos e mundsoft kur ja Rabbel Alamin. Inshallah Zoti i ruan gratë e muslimanëve. Edhe i ruan një herë burrat e muslimanëve. Se po nuk i rujti burrat e muslimanëve, grasën ruan. Ati ku s'ka burra s'ka gra. Ati ku s'ka burra, ati ku s'ka damar, ati ku s'ka nder, dë burrit mas pari, s'ku dhe pas gruje. Andaj, Rabbena wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Çka do më thonë o Zot, mos na ngarkohet çka s'kena takat, mos na ngarkon me epshi i cili s'bahet. Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu an në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, qul a'udhu bi rabbil falaq, deri tek ajeti wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe nga o Zot, e lexojna, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Di sure të mbrojtjes, di sure të cilat lutet me to besimtari që Zoti ta ruan. Qul a'udhu bi rabbil falaq është me trujt pi sherrave të dunjës. Qul a'udhu bi rabbin nas është me trujt pi sherrave të vezvezës, me ta morr fejan dikush. E te qul a'udhu bi rabbil falaq është një ajet, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe nga sherri i territ, i errësirës kur shfaqet, kur del pa, kur godet, çka është? Ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ardha, ka thënë është ngritja e epshit. Po Allah na ka mësuar në Kur'an, qul a'udhu bi rabbil falaq, dua do të më bë, se nëse nuk kontrollohet epshi ki me pas një shoqëri të degeneruar, të shkatruar, të shkërmos, të prisht. Pse? Sepse nuk i ruajnë epshit e veta, nuk i zbrazë aty ku duhet, po i zbrazë aty ku s'duhet. Andaj ti ishe, a ka mundësi të ndëruar xhamat? Si e lexoni ju një lajm? Ja atje në Firizaj. Si e lexoni ju një lajm? 50 aborte janë regjistruar nga mosha e re e grave. 50 abortime. Me thon tyje, ç'a gjeme një mahall. 50 veta i kish zonë ndërtesa, i kish mit, bëhet lajm i madh. Dit pas shteket për mene, 50 veta i ka mit.
To i kanë myt 50 veta me legjitimitet, me letra. Abort plotson kërkesën e myt. E myt njerin. Pse e myt? Se s'do me majt. Po çfarë po më syno? Nuk ka po me korora jo. A kuptojmë ku jena të shkuar? A kuptojmë ku jena të shkuar? Domthon jemi para një gjendje alarmante ku besimtarët dhe besimtarët kanë për obligim me alarmu vetveten, me alarmu familjet, me alarmu evladët, me alarmu shoqërinë, si cili njeri që ka autoritet apo gëzon status në mesin e njerëzve, të alarmon për këtë dukuri. Hoxha në xhami, hafëz në xhami, kujdestarit e shtëpia, profesorin në shkollë, mjekun mjeksi, me alarmu kundër kësajna. Nëse nuk alarmojmë, kanë mu shkatru shoqëria. Nëse prishën ujrat, nëse bëhet gjërat pa kuror, nëse njerëzit kanë me lakmue gjithë shka që ka shifët, atë kanë problemi madh. Më bërë këtë arsye tha Ibn Abbas radiallahu an, se kjo çështje është çështja e epshit. Gjithashtu ka ardhur në hadith, ka ardhur në disa prej transmetimeve nga fjalët e parëve të muslimanëve, se kanë thënë kur njeriu është epshor dhe ka ngjallje të epshit, 2/3 e mendjes së tij ikin. Ja, 2/3 e mendjes së tij ikin. Me ti morë ti 70% cinit, cive që ti ka falë Allahu Gjellë Gjellë, me pa me to veç me 30%, veç me 25%, a shë e mira jo? Ja nuk shë. 75% i ik njeriu truni kur është duke mendun epsh. 75%. Andaj përcelle vetën, po përcelle e tjerë që ka janë epshor. Këshira, duket i taman, as duket taman tje. Kura në gjendje alarmante, nuk ka taman. Andaj, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ghasiqin idha waqab, hadith në ajet poshtë çfarë thon? O Zot, ruajmë për epshit. Ruajmë ma marr mendje. Ato do t'i ruaj mendjet tona. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka thënë Imam Abu Dawudi dhe Imam Tirmidhiu, se ka thënë alaihi salatu wasalam në dua: a'udhu bika min sharri sam'i wa basari wa qalbi wa maliyi. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam: o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, strehohem tek ti, që të më ruash, që të më kujdesesh për mua nga sherri, mos të më roke sherri i dëgjimit tem. A i disa njeri e ka nije diçka, ka nije, mos me pas një shkon ma mirë. E njeri një muzikë thët më shkoj zemra, me të që ty. Ka thënë alej sallat sëmë: o Allah, a'udhu bika min sharri sam'i, pi sherrit këti veshi. Për që këtë vesh që nëse se kontrolon, wallahi më nëshme një gjenëm. E njën i kish fitu 50.000 euro të nejt. Hajde flej. Hajde flej. I ka fitu a i të nejt me bitcoin që ka të spara. Hajde ti shtash, rri rahat. Hajde rri rahat. Tho qish me nejt be o që rahat. Kënjeri fitu të nejt. Po pseve këtë vesh, pseve këtë vesh për kësi lafe e ke bove. Pse më rës nindi shka ta mam shka duhe. Apo Anite thot, anite shka ka fituaj, anite. O s'dube me një, s'du me një, qam me një, por qka me një këta? A e njëte një ajet, jo, a njëte një adith, jo. Qka njëta? Ka fitu filani, ka fitu allani. Qa më duhet kjo, Allah? Qka më duhet? E para, ka thënë alej sallat e sallam: o shërë basari. Ka thënë: o Allah, mruin nga shërë sinit tem. Do të vim pas taj kapitulli veçan, se njëra ndër shërët matë mdoja është sini. Ti shumë gjëra i lakmon edhe menon për to, mas i ke pa, do të vim kapitulli veçan. Se pite sini vend të zinaja, pite veshit vend të zinaja. Apo, thot, janë i tazanin, e pash, nuk mujna me durue. E mës me pas pa? E mës me pas jo. Andaj ka thënë alej sallat e sallam: o Zot, rumbi sherrit sinit tem. Sa njeri ju thot: o, unë se pa ta njetë me bleja, ma kur e pash, thot shumë e mirë ke valla. Ti sa kerë dhe ki lakmu, thot, a, kur e pash. Apo masi e pa, apo mëse pas pa, mëse pas pas. E ngarkon ti zemrë me shigjeta, i gjun shigjeta zemrës tane vazhdimisht me syret. Ato syretet ngarkon si shigjeta ty, edhe bëjmë presion. Dhe presioni që ka atot, ta kamune, ta kishti, po se kije. Se kije. Andaj mos e ngarko shtinin tanë, mos e ngarko ule shikimin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtar, le ti ulin shikimet e veta. Kjo ka arë për gratë, po kjo vlenë mos me pati, mos lakmo.
Mos lakmo. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, o Allah, më ruaj nga sherrri i shikimit tëm, çikisin ti bekit sherrët. Kallzomni mu juve, cili njeri ka blej diçka, ka lakmu diçka, ka këshyr me shku dikun, nëse se ka pa. Dikush thot, unë jam konë dovejnë o gjë si kam pa. Po kini për ato se s'mun është pa njënën. Kini, shumë mirë kanë, kishku me pa. Njëra ka një veshë, qkoj e të shojësini, ta prej këtë dora. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, rujëm nga sherrri zemrës time. A qiko, mjetët që janë? Vesh, pse ka përmen veshin parasinit? Pse ka përmen veshin parasinit? Se veshin jo ma i gjanë, e nin edhe atash ka se në shenë. Tja kini për kinën, nështë si kam, kini për Amerikën, kini për Rusijën, kini për venet mira në botë, po si ke pa ato. Ama kini, ajo të nxanë zemër, me pa vullosët. Andaj, veshi, sini, pastaj, ku hin kjo? Në zemër. Andaj tha alayhi salatu wassalam, o Allah, urujun pi sherrit zemrës. Se këto të dhja, vesh edhe si, i thojnë zemrës, e mirë ke ja vlen me ble. Së në ripa këtë telefona e pave, zjarë ishte, zjarë ajo vetura, zjarë ajo femra, zjarë ajo shpia, zjarë të pare, dhe fillon ngarkohet, zemra ngarkohet, dhe qëfar banë? Prishet zemra. Pastaj në vend se me mendu për Zotin, ti menon për ato. Ti menon për ato. Për këta si e thale i cëra, o Allah, ruma zemrën. Lutë e Zotin të thë, o Allah, ruma zemrën. Se vallaj, me të prish zemra, zban do bikur gjohë. Ti mund është më duke i shtetëshëm, mund është më duke i pashëm, o zemra nëse e kitë prej qëtë duhet. Dhe pasaj në fund ka thonë alayhi salatu wassalam, o Allah, më ruaj, më kujdesu për mua, mbrojëm, sigurom nga sherri i farës time, epshje, veshi, syni, zemra, tash do me e prek, do tash takish. Çka tha alayhi salatu wasalam, o Allah, rujëm edhe pi sherrit epshit tem, farës teme, sepse ti uja, jepi ujit. Tani fillon gjaki me vlue, fillon ujrat mu trazue. Kitë të ujra mu trazu, çka e kanë bëhe? E kanë pa pisinit, sini e ka bëhe, veshje e ka bëhe, zemra ka lakmue. E pasaj do të vim se ajo çka e vërteton të keqen, çfarë është organi gjenital, Zoti ndërro. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka transmetuar Imam al-Baihaqi dhe Imam al-Qudai dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, se ka thënë alayhi salatu wassalam në hadith, an-nisa'u habailu ash-shaytan. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gratë janë rrjeti i shejtanëve. Gratë janë rrjeti i shejtanëve. Çfarë i bie? Do të vijë pastaj një transmetim tjetër nga Musa alayhi salatu wassalam. Në përmjet këti rjeti nuk e hum shpresën, si ka arë nga Said ibn Musayyibi rahimahullah, ka thënë pi grave, kur ka grave me një vend, nuk e hum shejtani shpresën as të pejgamber. Andaj Jusufin alayhi salatu wassalam, kur qishën e ka as një sprov se ka rëzue, shejtani ka thënë, ja gjeta unë ki, kja i heshëm, kja i pashëm, kja i fort, ja e nëziti unë e Zulejkhan, e nëziti unë e grujen e princit, i shlohet ajo bije. Andaj që ka tha Jusufi alayhi salatu wassalam, me adha Allah, mazallah, Allah i në rujt, para me not dakika, minuta, momente, shkruhet historia, ka e mira ose ka e keqja. Janë dakika, evolos ti, a ki me pas familja, ki me shkatru, dakika janë. Ti ka mundësi, ki me kajt të njetën, ama janë dakika. Atë janë momente, ruju shumë, kujdesu shumë. Ja merë ftyrën vetë vetës, ja merë ftyrën gryës tane, ja merë ftyrën familjes tane, ja merë ftyrën e vletëve tu, ja merë familjen kretë farefisit tanë. Për çka? Për minuta knaci, të cilat kimi pagujt me vite dëshprim. Andaj, shiko që ka ndodhë. Njërat qënë vetë vrasje, tjetërat qënë vrasje, tjetërat qënë abort, tjetërat qënë në skandal pas skandali, skandal pas skandali. Andaj runi vete të ndëruar që më të li. Lutë në Allah mi urujt, lutë në Allah mi urujt e vladët, lutë në Allah unë gjela mi urujt familjet. Jemi në kohë krize, kohë shtrigash, kohë e keqe. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, gati çdo ditë ka paralajmëruar muslimanët. O i musliman, kujdes, o kohë të gjalli, o kohë e keqe. Andaj, shahtan alayhi salatu wassalam, rrjet
habail, o sikur dikur e shlan grepin. Thu zan diçka. A ki vaj peshkatarit, ta nditë rri ati. Ti thu oti u banë 10 saat. Zan, thot diçka në fund. Diçka del. Kështu edhe shejtani thot, a ka gra apo? Diçka del. Njani thot mikja, ma del. Nuk janë këtë Jusufa. Nuk janë këtë si Jusufi alayhi salatu wasalam. Diçka del thot. Andaj ruju shumë. Nuk ka diçka më alarmante pas shirkut në Allahun xhelel xhelalu dhe kufrin në Zot se sa me rujtin derin tanë. Ska, nuk ka më alarmante se sa ti t'jesh musliman i pastër. E dyta më saj cila vjen, ta rush familjen, ta rush nderin e familjes, ta rush nderin, mos bësh zina. Sikur që po dëgjojmë se kjo është do të flasim të nderuar xhamat me shifra. Ligjëratat e ardhshme xhamata do të flasim me shifra, që të shohim se është alarmante kjo punë. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam se këto janë rrjeti i shejtanit. Thot Ebu Hamid në komentin e këtyre, thot mos me qenë epshi i njerijut në gra, nuk do të kishte gruaja asnjë pushtet mbi burrin. Menoj e kështu. Çfarë pushteti mundet me pas një femër mos me kanë epshi burrit për ta? Çfarë ndjenje? Pse e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasalam gruaja mu shlue, mu bë talak kur i ka menstruacionet, kur i ka adetet e veta? Se ti e ki të ndaluar me prek ata. E shosh ta hajde shoka shtëpia. Jo, ka thënë Sami, jo, ka thënë. Erdhi njëri te vezata kam shlu gruaja e Rasulullah. Tha, është e pastra në cikël, thanë cikël. Jo, ka thënë. Prit let pastrohet pi ciklit, prit në të more gusull, kur t'jetë e pastër, shloje tash. Se ti deri sa slakmon, dhu, hajde, hes ka shpia. Po, hes ka shpia. Jo, prit pak. Shiko shëriati se e ka po, sa e diti pse do me shluhe. Pse do me shluhe? Që të shkin ta lëvërdia, po. Ma atë moment që s'kiti lëvërdi, dhu, hajde që ka shpia. E mësani bje pishman. Tha ka dale. Se nëse e ki për një met, ti e shlojnë edhe masit i kaloje. E ka mundësi pas ta e ma. Andaj nëse largohet epshi burit për grujen, a ka dikush që lakmon? A mundet me të ngrejnë zvar gruja? Jo, për çka të ngrejnë? Të ngrejnë për epshin tanë. Ti e shese si një femër 100 djem i sillati, 100 djem i sill. Ti thua, janë këto djem burra? A çka i ka falë Allahu xhelel xhelalu? Si kanë mundësi më mbledh 100 veta me një kafe, të cilat e lakmojnë një gruje? Po nuk i zemër, nuk ka jo një gruje për 100, për një. Ama shka thot e Muhammed al-Ghazali? Thot ama epshi këtyre i ban ato vetë sillën rreth aty. Shiko, haron që janë burr, haron që janë djalë, apo s'ka kriju Zoti që shtu mund në nxmue. Mos u nënçmo, Allahu ka vendos kuror. Ka vendos kuror. Lipe një gruaja çka do me martue, lipja babës vet, ban kuror, ban familje. Ama familja ka përgjithësi. Familja ta bëj vladin, familja duhet me këshir qalin, duhet me këshir qikën. A nuk ka let, apo? Andaj, çka tha e Muhammed Gaza, pin fillim, ma e men. S'na ka kriju Zoti për epshe, me epshe. Vini re. Ndi lidhës, ama e dallon. Na ka kriju me epshe, jo për epshe. Ja, ti e pini gotuj, i e jetër, apo, e pi edhe nja. Edhe qka thu, veç pak. A ka dikush që kështu, sikur që e mush veturën naft, me mush me uj. Jo, qka tha? Allah ka tha, unë nuk fit, pak e qoj, pak priti. Apo, qka tha alayhi salatu wassalam? Hani edhe pini edhe lini pak vend për frim. Mërë frim pak, Allah. E kini ba do të, ka tha se edhe frima mu ka da. Po ti Allah, do me mush. Merë komplet lopën delësht, po nuk e atë ajo, s'ka vend. Allah që ka falë mene, ka dale, daje copa, hasa ki nevoj, le për frim pak. E tani, ti ve e pi një gotë, 2 gota, 3 gota, edhe aj që mas shumë ti ha, edhe 200 kg i pas ka dhëtë, nalu pak, nalu. E s'ka njëri që s'vjen të nalu. Pse vjen të nalu? Për mi kalzu Allah, po s'kum kriju për këtë punë. S'kum kriju për këtë punë. T'kum kriju me hange, me pi, mu fal. A ke edhe jetë që më po, a pi të uj, a u regullum tash. A ki siklet jo? Hajde. Për këtë arsye të ndëruar xhamat, gjithë çka vendos për Zotit, o vendos me urtësi. Pse Allahu që e ka bo familje, me përgjithësi, me kuror. Pejgamberi sa pak para se me vdek, para mendon njëri ato vdek. Edhe kush ato vdek, njëri më i mirë i këtë njerëzimit. Nuk ka njëri që vjen më i mirë se ai Muhamedi alayhi salatu wasalam. Çka ka thon pak para se me vdek. Ha, as-salat, namazin, runë namazin. Ajo shëshish ka s'ka namaz. Ajo shëshish ka sa e lidh me Zot.
Ajo shoqi që nëse nuk i thuti ki frikë Allahut dhe ajo nalët, hek i dur, laj 4 tekbire për asaj shoqërie. Ati që ka i thue ki frikë Zotin, se Zotit dënon, edhe nuk i përgjigjet qenja e ti kësaj fjalie, çka ka ta njeri mo? Çka ka? E dyta, çka ka thonë e dyta? Ha, rujuni, kujdesuni, dhe tutjuni Zotit të gratë e juve. Pastaj çka tha? Se ne mund të Allahit i kini bo halal. E di që gruaja jo të akon haram para se me bo një qa. Haram s'ki guxu me prek, sikur që janë gratë të tjera. Me emën të Allahit e ki bo e halal. Me emën të Allahit. Andaj me emën të Allahit kemi jetue. Në mund Zotit kemi jetue. Unë jam burri këtu. Ani ti e burri, më përmi ti janë Rabbul Alamin, mbi 7 palqie. Ka dale pak. Një ditë për ditë për nga me sa me pa një njëri të eraj, hez me qarin e vetë, hez me qarin e vetë. Edhe i shkoj për nga me sa prej prapa. Që ju vesh një fjallja, tha, kam jaftu për ta. Tha vesh ta dish një sen, se aji që ka kriju ti e ka kudret përmi ti, ma shumë se ti bën biket. Ti e re, të e re, ti lodhësh ma shumë se ti se aje. Thë ka tal pak të pushoj se u lovat e re. Bilali, radhiallahu an, e kishte lodh shefin e vetë të e re, shefi Bilalin. Ju thonë të dostave të vetë, më lodhit e re, s'marvesh. Sapi një thot, a me umita të e reket, mu dora mu tha, kis marvesh. A, ti njeri, apo, të e re lodhësh. Qka tha për nga me sëram? O ti insan, ka dale pak, se ti të re këta. Ama e di se me të morë Zoti Gjellar në ndëshkim, a i nuk lodhët, shtin gjenem, ha, me miliona vjet nuk e di kur kush që ki egzistu do njëherë. A e bojnë ashtu? A problema është? Me shtin gjenem, as nuk e di më kush, dikush ku i e. Dikush thot, qyshbe nuk e di. Që unë e po të kalzoj, shkolli për babgjishin e 7 të vorë, gjenje. Shkolli për babgjishin e 7 tanin të vorë. Unë babën tëmë që di, babgjish jam, ja kanë u vorën, ja kanë u. As shtatin, hajt shkolli për babgjishin e 20 tanin, vala se di. Andaj, ki frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, se përmi çdo forcë është Zoti i Madh Xhelel Xhelalu. Andaj, ti ruajmë derët tona, ti ruajmë familjet tona dhe të ndalemi dhe të frenohemi nga kjo shturje, nga kjo amoralitet i cili po bëhet sicili me hisën e vet. Herë me si, herë me dorë, herë me gafe, herë me gjeste, e runa Zot dikush edhe përfundon aty ku duhet. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu, që Allahu t'i ruajmë familjet e tona. Që Allahu t'i ruajmë derët e tona. Që Allahu t'na i ruajmë fytyrat neve në dunja në ahiret, ya Rabbul Alamin. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti Xhelel Xhelalu ta largon zinajën pikë kësaj shoqërie, ta largon amoralitetin nga kjo shoqëri. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti Xhelel Xhelalu na mundson që të jetojmë me Islam, të jetojmë me nder, të jetojmë prej halalit, larg haramit. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti Xhelel Xhelalu na mundson që të rritemi me Kur'an, të mësohemi me Kur'an dhe t'ja japim shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.